mercenar të fjales lirë, shpërndahen çdo natë për të thënë shqiptarëve se Edi Rama fiton zgjedhjet, se opozita humbet zgjedhjet. Për të mbrojtur një mashtrim të pakufishëm. Por, kësaj here nuk eci. Kësaj here falë punës që u bë nga ju, qëndrimit që u mbajt. Jo. A u sull si bandit dhe donte me çdo kusht të ndryshonte raportin e vëzhguesve ndërkombëtar. Dështoj me turp, përkundrazi, ato raporte do t'ja umbledh vetëm me 2 fjali. Në Këshillin e Europës, rekomandimi ishte që në Shqipëri të ndahet partia nga shteti. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot që zgjedhjet në Shqipëri janë sinmonizëm. Shteti me të gjithë fuqinë e tij në garë, partitë me mundësit 10 herë më të pakta në garë. Kurse në Parlamentin Evropian, kryevëzhguesi i zgjedhje nga i parlament deklaroi se në Shqipëri krimi organizuar nuk lejon rotacion në pushtetit. A i keni dëgjuar ju këto media të shpërtyruara të flasin një herë për ndërhyrje për rolin e tmerrshëm të krimit organizuar? Tepër rrallë. Nuk mund të mohohet. Por kartelët e drogës nuk kanë si mision kryesor fushatën, farsën elektorale të qeverisë së krimit. Kthehem dhe një herë ne Partia e Vërtetave. Kësaj here, pavarësisht nga kalvari që kaluam, më i pamerituri, më qesharak, ai kalvar që kaloi Partia Demokratike i avlen të bëhet skenari një prej filmave më orwellian që mund të dalë. Po pse? Se mbronim të vërtetat.